Një jetë, e emocionuar dhe e friksuar se mos ndodh ndonjë e papritur në takimin e pajtimit, i thot Sumru se zemra e re fort nga ankthi, duke u lutur që gjithçka të shkojë mirë. Ajo pranon se ka shumë frikë mos dikush çohet dhe e prish paqen. Sumru përpiqet ta qetësojë duke i treguar se nuk ka vend për shqetësim. Tasin është i vendosur, Nu tashmë është i bindur dhe Xhihan ka arritur të binte edhe Sametin. Tani ka mbetur vetëm të shtrëngojnë duar dhe gjithçka do të marrë fund. Një jetë, e prekur nga forca e Sumrus, i kujton se sa shumë ka vuajtur ndër vite, por pavarësisht gjithçkaje ka qëndruar e fortë dhe krenare. Ajo i shpreh gëzimin dhe besimin se nga tani e tutje do ta pres vetëm lumturia, pranë fëmijëve dhe jetës së saj të re. Tasin dhe Samet takohen për të nënshkruar protokollin dhe për t'i dhënë fund armiqësisë së gjatë. Tasin i qetë dhe i vendosur i thot Sametit se Sumru nuk ka asnjë kërkesë nga ai. Gjithashtu edhe Samet përgjigjet se nuk ka asnjë kërkesë nga Sumru. Ai as nuk e lexon protokollin, sepse e di që të gjitha kushtet janë plotësuar. Tasin shpjegon se gjitha kjo është për të mirën e të rinjve, që ata të mos lëndohen, të mos kenë frikë e mos jetojnë me armiqësi, që të mund të ndërtojnë jetën e tyre me dashuri dhe qetësi pranë njerëzve të tyre të dashur. Në fund Tasin i zjat dorën Sametit si shenjë pajtimi, dhe Samet nuk e lë atë dorë pezull. Ai e shtrëngon fort, duke konfirmuar se nga tani e tutje ata zgjedhin pa. Nuk bisedon me Sevilajin, ku kjo e fundit e pyet nëse pajtimi që po pranon është i vërtetë apo thjesht për të mos mërzitur Tasinin. Nuk tregon se në fillim kishte rezerva, por tani është i bindur se duhet të ketë paqe. Nuk i premton se nuk do të përfshihet më në grindje dhe i shpjegon se zënkat nuk sjellin asgjë të mirë për askënd. Ai kujton lumturinë e Melekut, Sumrus dhe Tasinit dhe bën të kuptojë se pranimi i pajtimit është për të mirën e të gjithëve. Në fund Nu i tregon se ndihet me fat që ajo është në jetën e tij dhe se kjo është shpresa e tij më e madhe. Hoteli shndrohet në vendin e një darke të veçantë ku të dyja familjet bashkohen. Atmosfera është e përzier, disa janë të lumtur dhe gëzojnë bashkimin, ndërsa të tjerët ndihen të rezervuar dhe pak të tensionuar për shkak të historive dhe mosmarrveshjeve të kaluara. Të gjithë presin Tasinin me padurim, pasi ai është personi vetëm që mungon. Bejamin me një shprehje as pak bindse, kujton të kaluarën, zënkat dhe keqkuptimet, por tregon se ka vendosur të lërë me një grindje dhe të ruajë qetësinë e familjes. Ai thot Nuhut se ka arritur të falë babain dhe se çdo gjë tjetër tashmë nuk duhet t'i prish jetën, duke nënvizuar rëndësinë e harmonisë dhe respektit brenda familjes. Sumru dhe të tjerët po presin Tasinin për të filluar darkën e bashkimit të familjes. Ata shqetësohen se ku ka mbetur dhe pse nuk ka ardhur ende, duke menduar se ndoshta telefonit i ka mbaruar bateria. Pavarësisht kësaj vendosin të fillojnë darkën, duke lënë fjalimin e zyrtarizuar të pajtimit kur Tasin të arrijë. Por pak qaste më vonë, nuk merr një telefonat. Ai shfaqet i zemëruar dhe i tensionuar. Ai është i shokuar dhe i acaruar nga ngjarja e fundit, ku Tasin u gjet në rrezik në rrugë, përballë një shpërthimi breshërie plumbash. Me zërin e ngritur dhe ton të përballueshëm, Nu akuzon drejt për drejt Sametin, Xhianin, Bejaminin, Esatin dhe Hikmetin, duke i fajsuar për kaosin që ndodhi dhe për situatën e rrezikshme ku u përfshi Tasin. Nu i përmend të gjithë një nga një, duke i bërë të ndihen përgjegjës për atë që ndodhi. Ai kërcënon se do të marrë llogari nga secili për veprimet e tyre, duke treguar vendosmëri. Atmosfera është e rëndë, me tension të dukshëm mes familjarëve dhe një frikë të përzier me zemërim. Pas largimit të Nuhut dhe Xhianit, Sumru shpërthen ndaj Sametit, duke akuzuar për situatën e Tasinit dhe për pasojat që kanë ndodhur. Me lot në sy dhe me zemërim ai i thot Sametit se ai është përgjegjës dhe se çdo gjë që ka ndodhur është për shkak të veprimeve të tij. Sameti i habitur dhe i mbërthyer nga fjalët e Sumrus, përpiqet të justifikohet, por ajo nuk pranon asnjë arsyetim. Ndërkohë atmosfera bëhet më e tensionuar dhe vajzat e tyre përpiqet të ndryjnë, duke u lutur që të qetësohen, por zemërimi i Sumrus është aq i madh sa ajo shpërthen dhe për rrezikun që Tasin mund të ketë pësuar. Nu shkon në vendin e ngjarjes. Ai mëson se një prit ka qenë e vendosur dhe që automjeti i Tasinit është sulmuar, me dritaret e thyera dhe gjak brenda makinës. Nu është i shqetësuar dhe i tronditur, duke u përpjekur të kuptojë nëse Tasin ka mundur të ikë vetë apo është marrë nga sulmuesit. Ai ndjen panik dhe habi për natën e tmerrshme që sapo ka ndodhur.
ndërsa situata është ende e paqartë dhe tensioni mbretëron. Gjan bëri në vendin e ngjarjes, por sheh që Nuhu është i agravuar dhe akuzon atë dhe familjen e tij se ata janë shkaktarët e këtyre që ndodhen. Por Gjan përpiqet ta qetësoj, duke i premtuar se do ta marrë situatën në kontroll dhe do të zbuloj përgjegjësit. Tensioni është i lartë, frika për jetën e Tasinit ndihet tek të gjithë. Gjani tregon me lekut situatën e rënd me makinën e Tasinit dhe se ai nuk ndodhej aty, por ai e qetëson me lekun duke e siguruar se do të zbuloj kur qëndron pas sulmit dhe do t'i ndëshkoj përgjegjësit e këtij veprimi. Gjithashtu Xhean shpreh kujdesin e tij për Melekun dhe për foshnin që ata presin, duke ndarë me të shqetësimet dhe shpresën e tyre për të ardhmen. Dhe në skenën e fundit për sot, Sumru dhe Nu bashkë me policinë arrin të gjejnë Tasinin të shtrirë në pyll, pa ndjenja, pas incidentit të dhunshëm që kishte ndodhur më parë. Tensioni është i madh dhe shqetësimi i Sumrus dhe Nuhut është i dukshëm. Ju falemnderit që na ndoqët dhe shihemi nesër në videon e radhës.